Sot me ftesën e kryesuesës Antigona Bytyqi është ftuar mbledhja Komitetit për Politikë e Financa, ku me këtë rast si pika referuese ishin 6 pika, në mes tjerash edhe pika lidhur me varrezat në Landovic. Mirë po me kërkesën e Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve u bashkangjet edhe kjo pikë, lidhur me këtë kryesuesja tha. Dhe për rendite kemi pasur gjithsej 6 pika, si pike parë proces verbalit si zakonisht, rendi i dytës, pastaj kemi pasur shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit para prak mbi dhënien e pronës komunale në shfrytëzim afat shkurtër organizatave të shoqërisë civile. Pastaj kemi pas shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit vlerësues, projekt rregulloren për varrimin dhe mirëmbajtjen e varrezave të reja të Prizrenit në Landovic dhe raporti financiar për periudhën janar-mars 2025. Mirëpo te pika shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës kemi pasur edhe një propozim të ri nga Komisioni për emërimin e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike të komunës së Prizrenit, ku ata propozuan që të shtohet edhe pika e plotësim ndryshimit të listës së emrave rezerv për emërimin e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike të komunës së Prizrenit. Mbledhja radhës mbahet më 29 maj me fillim nga ora 10.